Ligji i ndryshuar në Greqi nga Këshilli i Lartë i Shtetit që ka shpallur si antikushtetues dispozitat e ligjit 38 i vitit 2010 kanë ngjallur reagime të ashpra si nga partia opozitare Siriza, por edhe nga partia e koalicionit qeverisës PASOK. Me vendim unanim, Këshilli i Lartë i Shtetit vendosi të hiqte emigrantëve të drejtën e votimit dhe të zgjedhjes në organet e pushtetit lokal, si dhe të lehtësonte marrjen e nënshtetësisë greke. Bloku i majt opozitar Siriza ka sulmuar kryeministrin Samaras, ndërsa thekson se kryeministri me këtë ligj konfirmon edhe një mbështetjen e urrëties dhe frikës të partisë neonaziste Agimi Art. Pavarësisht nga të metat, ky ligj është i vetmi ligj progresiv në vitet e fundit, theksohet në një deklaratë të partisë Siriza. Edhe socialistët e PASOK-ut e kanë cilësuar vendimin si të pamatur dhe të nxituar, ndërsa kanë theksuar se vetëm me marrëveshje të palëve që mbështesin qeverinë do të mund të ndryshojë ligji. Ruajtja e të drejtave të fëmijëve emigrant, të cilët urriten ose janë në rritje në vendin tonë, mbetet prioritet ynë. Komuniteti grek duhet jetë një shoqëri e hapur, moderne dhe europiane, sepse kjo është mënyra e vetme për të mbrojtur në mënyrë efektive identitetin kombëtar, theksohet në deklaratën e PASOK. Por këshilltarët e shtetit kanë gjykuar se ligji në fjalë bie ndesh me një sërnenesh të Kushtetutës së Greqisë, gjëgjësisht nenet 1, 52 dhe 102. Sipas tyre, të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur e kanë vetëm qytetarët grek, dhe kjo e drejtë nuk mund të shtrihet edhe tek personat që nuk e kanë këtë cilësi, do të thonë që nuk janë shtetas grek, pa u bërë ndryshimi përkatës në kushtetutë. Përplasje me kushtetutën greke është konstatuar edhe për dispozitat lidhur me nënshtetësinë. Këshilltarët kanë gjykuar se naturalizmi parashikuar nga ligji 38 bëhet me kushte të rësisht formale dhe nuk bëhet një gjykim i personalizuar mbi lidhjet e aplikantit me kombin grek. Sipas ligjit të vitit 2010, kushtet që duhet të plotësonte aplikanti për marrjen e nënshtetësisë me naturalizëm ishin 5 vite qëndrimi të ligjshëm e të vazhdueshëm në Greqi, ndjekje për një afat kohore shkollës greke dhe se nuk ishte dënuar për disa vepra të rënda penale. Ligji për marrjen e nënshtetësisë greke dhe votimin e emigrantëve hyri në fuqi në vitin 2010. Në zgjedhjet për pushtetin lokal, në nëntor të atij viti, u interesuan për të marrë pjesë në procesin e votimit vetëm 10% e emigrantëve që e kishin ligjërisht këtë të drejtë, ndërsa pati edhe disa kandidatura emigrantë shqiptar për antar të Këshillit Bashkiak që ndërkaq nuk fituan. Po ashtu, i vogël ka qenë edhe numri i emigrantëve shqiptar apo fëmijëve të tyre që kanë aplikuar për marrjen e nënshtetësisë greke.